Ndonse ka kaluar 2 ditë nga dorëzimi i listave shumë emërore të kandidatëve për zgjedhjen e 11 maj, debatet vijojnë. Sali Berisha ju përgjigj duke analizuar kandidatët socialist, madje sodhi në vëmendje dhe hetimet nga SPAK. Janë kualitete të mëdha, po ta krahasosh me listën tjetër, kap kokën me dorës. Ç'është ajo listë? Ç'është ajo listë që listë të mbyllur janë fut personat që i kanë dosjet më të rënda se peshën e trupit në SPAK. Dhe njohur ajo. Sa i takon pretendimeve se brenda demokratëve ka patur përjashtime për shkak të mendimeve ndryshe, Berisha jep mendimin e tij, ose Berisha dha mendimin e tij. Nuk është heq dhe nuk mund të hiqet se Sali Berisha nuk mund ta toleronte atë për mendimet e tij ndryshe nga unë. Kur hiqe nga snodha ajo. Ata që e mendojnë këtë, ndonjë prej personave që mund të ketë menduar se nuk është në listë për këtë arsye, unë e garantoj që është i gabuar. Jo, asnjëri s'ngelet nga. Nuk mund të mbetet kurrë. Deklaratat i bëri nga Tirana disa orë pas hapjes së tunelit të Murrizit, ku akuzoi për korrupsion dhe shpenzime teje të larta. 1 kilometër i saj ka kushtuar 1,2 herë më shtrejt se sa 1 kilometër i rrugës Kombit. Tuneli i Murrizit është inauguruar gjerësot sipas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nga 2022 3 herë. Është shpallur që do të inaugurohet këtë datë dhe s'është inauguruar ndonjëherë. Uroj me gjithë zemër që tuneli të funksionojë, sepse në vlerësimin tim, tuneli është ndërtuar duke shkelur kondicionet dhe rekomandimet e kompanive më prestigjioze të fushës, ndër të cilat kompani daneze e të tjerë. Berisha foli dhe për investimet nëse do të fitojë me 11 maj, ku tha se projekti i parë do të jetë Hekurudha Tiranë-Prishtinë.